zakonisht ka pas rast kur orë klienta ma ka lyp nashta si Dafina Zeqiri. Ajo nuk u kon edhe në si Dafina Zeqiri, nashta ma shumë selfona gjota se s'pëti që me thonë. Edhe jë mënu që tu i kom full njëherë me tëm, para se mja fillu, në regull, aja nisëm fish pak ta të regëjon edhe tani ti edhe në ta bëj ma shumë vazhdoj me ta bo grimin, ma ka bo, hajt në regull, se të thashë besime dhe mja kriju një farë vetë besime që shtojnë vete, se dikush nashta edhe nuk e dënë vetën që shdo këtë, se ka janë nuk është veç grimi që të bënë mu një mirë, ti do të me kom vetë edhe me pos vetë besim vete, mas pori që tani mu të doke edhe grimi i mirë. Mu ka do shumë nashta një 15 minuta me full që me binë që kjo është që shtë. Nuk të shkanë ty që kjo grim, po që kjo edhe që atëherë u kone knasht edhe u binë që qashtë është me dëvërtet edhe këror tjetërën herë që e bëjnë klientët temën të kështë të regullt, aje zakonisht nuk më ka ndru kur edhe ma ka bo, në dorë tonë është, bë që ka du. Që ata jem habit edhe kur ma ka lonë dorë temë. Edhe ndoshta ata e din halja ma mirë se që na realisht e mendojmë. Unë e pak ma herët në fillim të Unë një dhe një fjallë që thujnë punës thuj veç thuj punë e morë. Shumë e vërtet. Edhe i gjenë në dorë të profesionistëve këto gjana. Kur ndalimi, unë e thash pak ma herët në fillim të emisionit që do të flasim edhe saj përket ndoshta kësaj sezonës maturanteve dhe gjithçka tjetër, tregon pak çysh po ecë. Po, sezona maturantave që veç ka njësë kjo sezonë dhe keni numër shumë i madh i maturanteve. Po zakonisht halo tash janë edhe prej 27 mojit, 18 mojit që kishin deri me 3 qershor 4. Besa shumë mirë, po më pëlqen se si vjetë jem vedisu shumë maturantët, nuk dojnë më dy nashta masinuse, po të na shkojnë ka grimi ma me konë me perfekcion që thujnë ana, po më pëlqen që kjo vedisim i qikave, se unë që shtash grimi edhe po më pëlqen që nuk pëdojnë qashto sinuse, që thash edhe ma heret, po ma let, del me bukur, flok si të valzume, një grim i thjesht, po më do bukur. Po sa realisht investojnë tek ne maturantet? Në fakt, për çdo vit dalin story, dalin intervista, ndoshta rrëfime që njerëz sa i përket, po flas në këtë rast maturantët që dalin edhe tregojnë sa i përket shpenzimeve të mëdha të cilat i kanë pas. Shpesh ndoshta din fustani me qenë shtraj, dikush investon shumë në punën e grimit, po sa është e rëndësishme realisht mu investu kaq shumë në një grim për një mbrëmje e cila mund të zgjatë shumë pak në fakt. Po, unë thash, kryesorja më një mirë, si të njëhen mirë, nuk ja vlen asta për pore me bisedu, ose këta kanë qaf më një mirë. është që ajo definitivisht ma e rëndësishme, janë mundira atë me vetë.